Mirë mbrëma edhe mirë se vini në debat për një me. 2 qytetarë të Kosovës janë vrarë të ejtë në një incident të armatosur. I dyshuari është dhëndri i tyre, edhe dhonat po kallëzojnë që personi ish burgos ma herët për dhunë në familje. Ky rast na tregon sërish që dhuna po reciklohet në problematikat e njëjta. Njerëzit që po kryjnë dhunë familje, po kthehen e rikthehen si shkaktar të vrasjeve edhe konflikteve. Pra dhuna e patrajtuar është përgjegjësia e institucioneve të sigurisë, por në sistemin e Kosovës, autoritetet lokale po ashtu kanë përgjegjësi serioze në sigurinë publike. Në një fushat të gjatë zgjedhore që e kemi dëgjuar që gati 2 muaj, mbi 100 kandidat për kryetar të komunave të cilët në studion tonë kanë shpalos planet dhe projektet e tyre për qeverisjen 4 vjeçare, në prioritetet të tyre kanë vazhdu me i pas rrugët, trotuaret, kanalizimet, thonë shkurt temat që sjellin vota. Ndërkohë, gjatë kohës kur po mbahen zgjedhjet, ne kemi vazhdu të përballemi me probleme serioze të sigurisë publike, siç kjo vrasje, probleme të rendit publik, edhe probleme të pronave që po janë shkaktari i dhunës. Dje, në një incident të armatosur, 2 qytetarë janë vrarë në një rast që lidhet me probleme familjare. Dhuna në familje, dhuna në shkolla, edhe çështjet e punëve sociale prej krejt asaj që kemi pa në debatet zgjedhore, nuk ka qenë prioritet për kandidatët që do të qeverisin me komunat tona në 4 vitet e ardhshme. Një ulëmtim që e kemi transmetu para 2 javësh, ka shpalos një gjendje alarmante të qendrave për punë sociale që të duhet me u marrë dhe me dhunë. Ngjashëm me to është edhe reportazhi tjetër ulëmtimi për zjarrfiksat, ndërsa shteti ka vendosur që krejt me lanë në dorë, kryesisht të çështje serioze, me lanë në dorë shoqërisë civile, kujdesin për viktimat e dhunës familje, sidomos me lanë seriozisht më marrë shoqëria civile. Gjatë këtyre debateve kemi ngrit diskutimin për mbi 350.000 prona të cilat janë të palegalizuar në Kosovë. E çto 350.000 prona mujnë me qenë potencialisht 350.000 probleme për qytetarë. Për të diskutuar çështjet pra e paaftësisë, për të trajtu seriozisht çështjet që mujnë me u bë probleme serioze ma vonë të sigurisë, në studio kam ftu Saranda Keqekollën, avokate, Vebi Mujkun, ish drejtor në qendrën për punë sociale, Kreshnik Gashin, kryeredaktor në kallzo.com, edhe Labinat Leposhtisën prej zyrës ligjore të kallzo.com-it. Mirë se keni ardhur, Saranda, po du me nis me ty. Pse nuk po mri njerëzit që po dënohen për dhunë familje me u risocializu? A ka ndonjë program për ta që i risocializon e jo me u lanë mu kthyn vrasës, siç ka ndodhur ky rast? Atëherë, qëllimi i kodit penal, qëllimi i dënimet me kod penal është i parapam. Do të thotë personi që është dënu, do të me u vedisu, dënimi duhet përputhet me gjitha pikat që kodi i ka parapa. Personi që është dënu, duhet personalisht vetë të kuptoj se duhet të jetë i vetëdijshëm dhe duhet të kuptoj rëndësinë e zbatimit ligjet, qëllimi duhet të arrijë edhe sensibilizim për opinionin e gjerë, qoftë familjen apo personat të cilët mund ta njohin, se një person kur dënohet për dhunë familje nuk duhet t'i jepet dënimi vetëm sa për të thënë edhe në raste kur kryset e pranojnë fajsin. Gjykata duhet kujdeset ex officio se personi a është penduar me të vërtetë për veprën penale që e ka kry, apo don me përfitu prej benefiteve ligjore, sepse ju e dini se në raste kur kryesi shkon me pranimin e fajsisë, përfiton benefite ligjore ku sanksioni duhet të jetë më i butë. Në ato raste, gjykata duhet të trajtoj me kujdes. Dhe në raste kur kryesit e pranojnë fajsin, atëherë gjykata duhet të hetoj rastin në harmoni dhe me shkresat e lëndës se personi
që po e pranon fajsin, apo do në thjesht me shpëtu dënimet me marrë një dënim më të butë, apo është pendu për veprën penale që e ka kry. Në praktik, ne nuk kemi parë që bëhen analizat të tilla. Dhe në raste kur gjykata e shet që personi po don me shpëtu vetëm prej dënimit më të butë, atëherë dënimet duhet të jenë më të ashpra, sepse neve i kemi ligjet, i kemi institucionet. Në disa raste mujnë edhe me u parandalu me u kry vepra, mirë po ka raste praktika e ka dëshmu që nga njëherë edhe nuk mund të parandaluhet vrasja, sepse nuk rrethonat e ma hershme thjesht nuk kanë qenë aq të rënda, sa që çdo rast të imagjinohet se i dhunës në familje do t'i përfundoj me fatalitet. Vebi, sa randa po thotë dënimet duhet me qenë më të rënda, a mundet dhuna në familje në anën tjetër thjesht mu ndreq edhe mu zgjidh veç me dënime? Unë mendoj që dhuna në familje do të edhe të mirën masa edhe dënimet të cilat i parashë legjislacioni, mirë, por kjo nuk e rregullon as pak punën. Ne kemi dëshmitar edhe gjatë një rastit të dhunës në familje dhe patëm një rast recidivist, i cili kishte qenë ushtrues i dhunës më herët, dhe prap ajo kishte pasu edhe me një konflikt, i cili konflikt rezultoi edhe me viktima. Prej 10% viktimave që i kemë në Kosovë të regjistruar deri tash, mbi 90% të rasteve të vrasjeve kanë qenë raste recidiviste. Pra, kanë ushtruar dhunë një herë dhunë brenda familjes, pastaj janë liru, të patrajtuar nga institucionet, dhe në momentin që kanë qenë në liri, ose kanë qenë në masën e urdhrit mbrojtjes, ose nuk kanë qenë fare në masën e urdhrit mbrojtjes dhe kanë shkaktuar vrasjen e gruas. Kjo nuk kupton që institucionet nuk kanë një trajtim adekuat, nuk kanë një përgjegjësi profesionale. E kalzon qysh është dashur me qenë për një dikën që ka qenë burg për dhunë familje, si ish udhëheqës i drejtorisë për punë sociale, vebi, çfarë tretmani është dashur me pas, në çka është dashur me kalu çaj person që ka bërë dhunë familje, zakonisht me protokoll të ligjit Kosovës? Po, jo, nuk është vetëm me ligjin, mirë po është zhvilluar dhe protokollet janë zhvilluar doracake të ndryshme për trajtimin e ushtruesve të dhunës në familje. Mirë po ata doracak kanë qenë doracak të zhvilluar, të përkthyer prej disa ekspertëve të cilët nuk kanë gjetë zbatim fare. Sepse në qoftë se një viktim, në qoftë se një ushtrues i dhunës ka shkuar në mbajtje 48 orë ose 30 ditë ose 6 muaj, ai nuk është rehabilitu. Ne duhet ta hapim një institucion, një qendër rehabilituese ku do të punojmë jo vetëm me viktimat e dhunës familje, sepse me viktimat faktikisht. Pse me hap një qendër nëse i kena qendra për punë sociale? Jo, është një qendër rehabilituese, sepse qendrat për punë sociale nuk janë të plotësuara, nuk janë të kompletuara, nuk janë të gjithdijshme që ta kryejnë edhe këtë mandat, dhe është mbet edhe me udhëzim, edhe me protokoll, është mbet që edhe nga shoqëria civile të mendojnë organizata të cilat do t'i trajtojnë ushtrues të dhunës, sepse aty lypet një trajnim 12 mujor dhe brenda 12 muajve deri në 24 muaj, ashtu e thot protokolli. Vebi, çu menu organizatat për shoqëri civile me u marrë me këtë punë? Pse organizatat? Ku e kanë specializimin organizatat me u marrë? Këto duhet me pyet ministrin e drejtësisë, sepse ne me vetë faktin që Ministria e Drejtësisë ka angazhuar ekspertë dhe ka bërë një protokoll të tillë dhe është një organizatë në fakt e cila thuhet që i trajton këto raste në Prishtinë, mirë por nuk e kemi pas një rezultat dhe nuk e dim se çka kanë bërë deri më tani. A e din emrin e asaj organizate? Po, është një organizatë e cila merret me trajtimin e këtyre rasteve, mirë po ata kanë thënë që kemi trajtuar relativisht shumë raste, po nuk e di asnjëherë edhe sa kam qenë në pozicion edhe tash nuk e di që dikush i orienton, qoftë për qendrës për punë sociale, qoftë për mbrojtje viktimave, qoftë për gjykatës, qoftë për prokurorisë, këta persona në atë organizatë ku organizata do t'i trajtojë. Edhe nuk e di se cila është ekspertiza, sepse aty thuhet që është një apo dy persona që janë të licencuar për trajtimin e këtyre rasteve, mirë po unë nuk kam pa diçka konkrete që është arrit. Dhe ne po e shohim faktikisht edhe tash, po mbahet në burg dhe burgu asnjë person nuk e rehabiliton, as nuk e risocializon. Burgu vetëm sa bëhen edhe më agresiv dhe në momentin kur dalin prej burgut ata shprehin edhe një shenjë të pakënaqësisë dhe kjo përfundon relativisht edhe me vrasje në raste të caktuara. Okej, Kreshnika, mundesh vetëm na kallëzu a i jepet një ish të burgosurit ndaj tretman psikologjik, a është t'ju dhënë aktivisht tretmani asistencë tjetër sociale, a jo në sistemin tonë? Elementin e parë që duhet me kuptu është ajo që
na e quajmë zgjidhja politike ose zgjidhja vizioni politik për me zgjidh problematikën e dhunës familje dhe problematikën e sigurisë. Këtu i kom mbledh dikun rreth 110 kandidati kemi pas këtë studio dhe asnjëri prej tyre nuk ka nis me fol për temën e dhunës familje, trajtimin e saj, po ashtu temës dhunës shkolla dhe temës në sigurinë publike. Pra, ajo që na mujt me konstatu është që prej krejt debateve zgjedhore që i kemi marrë, kandidat për kryetar të komunave nuk e kanë prioritet trajtimin e dhunës familje dhe trajtimin social të cilën komuna e ka kompetencë. Sa njerëz që ndëgjojnë mendojnë që kryetari i komunës nuk duhet mu marrë me dhunë familje. Niveli lokal nuk duhet. Pse po mendon ti që duhet? E ka përgjithësi qendrat për punë sociale njërin prej mekanizmave kryesor në trajtimin e dhunës familje dhe trajtimin e këtyre problemeve të cilat na po flasim. Na vazhdimisht e fokusojmë trajtimin e kësaj teme tek çështjet e drejtësisë, tek dënimi. Mirë, po problemi i dhunës familje është problem social i cili duhet mu adresu në shkolla, duhet mu adresu në qendrat për punë sociale, duhet mu adresu në krejt kulturën e përgjithshme edhe duhet mu adresu me ofrimin e shërbimeve. Qendrat për punë sociale, kallzonave, a janë në kuadër të Ministrisë drejtësisë atë komunave? Kuadrët të komunave të drejtorisë për mirëqenie sociale ose në këto drejtori janë të ndërtuar. Po çka gjem drejtorisë është ndërtuar dhe mirëqenie sociale, mirë po fokusi është. Do të thonë, çka është lidhja e qendrave për punë sociale me Ministrinë e Drejtësisë? A është ndaj lidhje? Po. Kanë lidhje të çështjeve të licencimit të punëtorëve sociale, nëse unë nuk gaboj këto vebi mundet me më korrigju, mirë po problemi është që na nuk kemi vizion politik për me trajtu këtë çështje dhe kemi lënë që çështja mu trajtu vetëm prej institucioneve të drejtësisë. Ajo çka duhet me kuptuar është që në momentin kur ja nis me u marr drejtësia me këtë punë, atëherë është shumë vonë për shkak se dhuna ka ndodhur, njerëzit në rrej, njerëzit kanë vazhduar. Tash për mu kthy te rasti konkret që ne kemi, prej asaj që kemi pa personi ka qenë person i arrestum, ka qenë person i dënum, e ka përsërit dhe e ka thonë kërcënimin e vetë që në rast se ndahet prej gruas, atëherë ai ka me kry krim në familjen e saj dhe zotimi i tij, të cilën institucionet e kanë ditë, është jetësu në krimin i cili ka ndodhur dje. Dhe kjo neve na tregon që institucionet kanë hallka të shumta të cilat po gabojnë gjatë trajtimit të rasteve të dhunës familje. Sa ka nejtë në burg para se me bu vrasjen? Nëse nuk gaboj, unë kishte qenë dënim me 150 ditë ose diçka të tillë. Mirë, po problemi këtu nuk është vetëm sa që ndron në burg, po është edhe problemi i rrezikut dhe një vlerësimit të cilin do duhej ky person ta merrte prej një psikiatri ose psikologi i cili vlerëson nëse ky person e ka thonë qëllimshëm këtë punë dhe nëse ky ka aftësi me kry krimin ose jo. Dhe trajtimi pastaj është dashur me qenë i ndërtuar për institucioneve, pra në mënyrë që ky person më obligu me shku te psikiatri, me pas vlerësime të kopatshme për gjendjen e tij emocionale, për mu pa rreziku se sa ai mundet me kry krimin e tjerë. Këta mekanizma mungojnë. Këta mekanizma nuk janë të ndërtuar në institucionet tona dhe fatkeqësisht për asaj që kemi pa në këto zgjedhje është që nuk ka një vizion që në 4 vitet e ardhshme thjesht me u trajtu kjo problematik. Dhënat në anën tjetër neve na tregojnë që statistikat e dhunës familje janë të rrit, rastet janë të raportuar më shumë dhe në 4 vitet e ardhshme institucionet lokale kanë me pas punë hala më shumë në këtë drejtim. Dhe në rast se na nuk kena një vizion që buxheti mu drejtu ka këto shërbime, që buxheti më orientu ka investimet serioze në çështjet e punëve sociale, atëherë unë besoj që edhe statistikat e krimeve kanë me na rrit më shumë dhe rastet ku riciklimi i dhunës na përfundon me fatalitet kanë me rrit. Pra na po e dim që në rast se në fillim shkaktari i dhunës nuk trajtohet, na gjithmonë kena me pas rritje të dhunës dhe kena me pas riciklim të saj. Kur po flasim të shkaktarët janë të shumtë në këto situata, po na në hetime nuk mrim me gjetë shkaktarin, pra kush është motivuesi i dhunës në shumicën e rasteve penale që i kemi analizuar nuk identifikohet, kush është shkaktari psikologjik ose psikiatrik i dhunës, për shkak se unë mendoj që një person i cili ushtron dhunë ndaj bashkëshortes vet ka probleme ose psikologjike ose psikiatrike dhe ai duhet mu trajtu si i tillë, edhe në rastin e fundit edhe shkaktarë të tjerë që mund me qenë ekonomik apo çka është shumë e rëndësishme edhe ideologjik, një komponente e cila të na ende nuk trajtohet. Këta shkaktarë ideologjik kanë me shku të urrit në 4 vitet e ardhshme, por shkak se na jemi tu e pa rritjen e urrejtjes, rritjen e gjuhës së urrejtjes, po edhe rritjen e frymës mbar evropiane të ekstremit djathtë, e cila shkon ka një patriarkalizëm më i madh ku synon me promovu dominimin e burrave ndaj grave në vazhdimsi. Labinat, para një viti patëm fol për një sistem të byzylukut që ka pas me ungjit të këta që kanë qenë burg për me
mbikëqyr një farë forme se çka po bojnë kur po dalin pi burgët apo diçka e tillë dhe Ministria e Drejtësisë pa thonë jemi tu i porosit. Çka ka ndodhur me sistemin e Byzylykut? Po realisht kjo është një prej premtimeve cilat Ministria e Drejtësisë vazhdimisht i ka potencu edhe konsideroj që në mandatin e fundit ka pas hapa konkret këtë drejtim. Ta sa janë të vëndshëm, mjafton fakti që ligji cili e mundësën, baza ligjore që e mundësën për ciljen elektronike, për mes byzylykëve elektronik të personave të dyshuar apo të kryerzve për dhunë familje, është aprovu në vitin 2015. Teksa tek në dhjetor të vitit kalum, ka fillu një zbatim, kisha me qujt një lloj pilot projekti, një lloj testimi i këtij sistemi, mirë po çka është më rëndësi sipas një njoftimit policisë Kosovës, siç më larg. Veç ka dole, 10 vjet ju kanë dosht Kosovës me implementu qët gjatë thjesht Byzylyku? Realisht po, janë 10 vite edhe jo rasisht e ktheva diskutimin që në kohën e aprovimit të bazës ligjore deri në fillimin e zbatimit. Në muajin e kaluar, diku ka mesi muajt kaluar, Policia e Kosovës ka njoftuar që tashmë përmes një njoftimi publik dhe publikimit të një videomateriali ka njoftuar që ka filluar zbatimi i këtij sistemi dhe ka njoftuar që dikon rreth 30 persona janë vunë në këtë sistem dhe pra e den Policia e Kosovës lëvizjet e tyre dhe e den në rast se ata po i shkelin zotimet apo urdhëresa gjyqësore cilat ju e imponua atyne për mos me ofru personave të caktuar apo vendeve të caktuara. Mirë, Labinati di që është shumë ofër për që ka ndodhur rasti, dje personi që e ka rre grun, ka përfundu të ja vro dy antarë të familjes, po kallëzëm mos e dim a ka qenë njëri për njerëzve që e ka pasur Byzylyk ajo? Jo, nuk kemi indikacione tilla dhe siç u përmend edhe nga parafolësit, ai vetë se ka shlyt dënimin, realisht e ka mbajt dënimin e tij me burg, dënimin cilët ai dim që sa ka dalë për burgut? Nuk kemi nuk e kam këtë informat, por po ashtu nuk kemi asnjë indikacion që ndaj tij është aplikuar kjo masa e përcjelljes elektronike. Çka është shumë e rëndësishme me evidentu, kjo fakti i përcjelljes apo fillimi i zbatimit të mbikëqyrjes elektronike përmes byzylykëve evidentohet edhe si një hap shumë i rëndësishëm në raportin e progresit që tashmë e kemi të freskët i Komisionit Evropian për vitin 2025 për Kosovën. Mirë po gjithsesi prapo e përsëris jemi në një fazë tejet fillestare, embrionale kisha me qujt. Mirë po është një hap shumë i rëndësishëm, por kisha dashur me rikthy diskutimin përveç çështjes së byzylykëve elektronik te ajo baza që e përmendëm dhe nga këndim si një jurist, gjithsesi dënimet, por ajo çka i paraprin dënimeve, faza hetimore e rasteve të tilla të dhunës në familje, është faza që e determinon pastaj edhe suksesin e krejt zinxhirit apo rrugtimit të kryerësve dhunën në familje, po realisht edhe gjitha vepra e tjera penale. Pse e them këtë? Në rast se do të kishim një hetim cilësor, edhe në rastin që u apostrofun, në rastin tragjik që ndodhej dje, kur ai po hetohej dhe pastaj u akuzua për dhunë familje, dhe nëse do të shqyrtoheshin kërcënimet e tij me seriozitetin e duhur, do të vlerësohej ajo që e përmendim me shumë të drejtë Kreshniku, potenciali i tij sa mund me realizu kërcënimin e tij. Kujt o dasht m'ju dhez alarmi që kjo ka me ndodhë, se po thu hetimet me ndodhë, ku kam pas, a gardiani me i ngrit? Jo, jam duke folë për një fazë shumë atëhershme. Në rast se kemi një kërcënim, policia dhe prokuroria janë këtu organe që duhet me shqyrtu. Ata e ka vonë dënimin, nëse kemi në tavolin, nëse kemi konstatu në një dokument që subjekti A pe kërcënon subjektin B që ka me të vrarë ty, apo familjen, dhe ne nuk kemi të dhëna, të paktën deri në këtë moment që po flasim, që është realizuar një bastisje, është shqyrtu, a ka mundësi me siguru armë, a ka armë, që ka me realizu atë kërcënim, atëherë këtu po flasim për një hetim tejet sipërfaqësor të rastit, gjithmonë po e potencoj pa i ditur specifikat, mirë po që e kemi të konstatuar është që është thonë një kërcënim dhe ai gjendet në dosjen e landës kërcënim për vrasje. Labina, çaj kështë thonë institucioneve me bo, nështë me pas qenë këtu, me thonë sa njeri thëtë ko me dëvra, s'kena kapacitete, na policë sa njeri thëtë që ko me dëvra. Po, në veçanti në rastet të dhunën në familje, janë shumë të rëndësishme do vlerësime të rrezikshmërisë. Jo gjitha subjektet e kanë potencialin me realizu qatë kërcënim, mirë po kjo është vlerësim, bile realisht do t'jetë pjesë esenciale dosjes, edhe pastaj edhe strehimit të viktimës dhunën në familje, rrezikshmëria e
kryesit të dhunës. Dhe në rastet konkrete ne e dim që nga Policia e Republikës të Kosovës këto vlerësime bëhen shkele shko në shumë raste e nga njerë nuk bëhen heq. E kjo është shumë tragjike sepse e kushtëzën cilësinë e hetimit. Rasti hetohet, ngritet akt akuz, shkon gjykat, por gjyqtari asnjëherë nuk e ka pasqyrën e plot, nuk e ka anamnezën sociale të dyshuarit dhe çka ndikon kjo? Kjo ndikon që pastaj ai shkon në qoftë në shërbim korrektues në vujtje të dënimit apo edhe në mbikëqyrje të shërbimit sprovues, sepse na nuk e kemi individualizuar asnjëherë masën cilën ja kemi shqiptuar. Kreshnek, ti që mirë është ka dole, për i përcjellë edhe rrjetet sociale, dezinformimin, komentet, sa njeri thët ko me dëvra, edhe e shkruan, a ka argument mu hetu prej policisë se siri që ta që ka me dëvra? Çdo kush që e thot në mënyrë serioze një fjalë të tillë, ka me vra dikon, ka me lëndu dikon, ka me sulmu dikon fizikisht, duhet me marrë trajtim për institucionet. Pra në këtë situatë, kërcënimi për vrasje, qoftë në rrjetet sociale, qoftë direkt, qoftë indirekt, do të më marrë në trajtim për institucionet. A kemi informata, a e ka raportu familja edhe gruja këte që ka me vra kur del për? Është në letra, është në dokumente, është shkruar në vendimin e gjykatës si e tillë. Dhe kjo duhet më trajtu. Pra në situatat e tilla na nuk mujmë me relativizu kërcënimin. Kërcënimi për vrasje duhet më trajtu dhe duhet më pa. Personi e ka bo sepse ka dash me bëj garë dhe në këto situata konstatohet që ka dash me bëj garë dhe në këto situata duhet me shku në trajtim prapë se nuk mundesh me bëj garë të e kërcënu njërin për vrasje. Konstatohet në rast se ai është person i smut psikikisht. Duhet me shku në trajtim. Konstatohet në rast se ai ka predispozita me krye aktin, duhet me shku në burg dhe duhet mu trajtu si i tillë. Konstatohet nëse ka qenë shumë serioz, do të burgu me qenë më i gjatë dhe i njëjti me u risocializu. Konstatohet në rast se ky edhe vlerësohet potenciali që personi me kry aktin dhe trajtohet rrethi dhe trajtohet në mekanizma të tjerë. Këto gjëra në shumë prej situatave trajtohen në mënyrën. Për ty, a është dënimi i mjaftueshëm që kemi pas edhe kërcënim për vrasje, edhe dhunë ndaj grus? A ka qenë dënimi adekuat? Dëgjom, problemi i dënimeve është sistematik në këtë rast në vendin tonë. Na jemi të përballë me dënime të ulta në rastet të dhunës familje dhe arsyeja pse jemi të përballë me dënime të ulta në rastet të dhunës familje është hetimi shumë i dobët i cili ndodh fillimisht prej policisë të Kosovës, pastaj prej prokurisë shtetit. Pra, rastet të cilat i kemi analizuar në vazhdimsi, rastet të cilat i kemi audituar si organizatë, na kanë treguar që policia e Kosovës nuk din, kur po e them nuk din, po e them me kompetencë plot për shkak se e kemi auditu, me hetu rastet e dhunës familje. Ose, më mirë të themi, nuk i mbledh të gjitha provat në hetimet e rasteve të dhunës familje. Pra, çka kemi gjetë në rastet të cilat e kemi trajtu, është që kanë qenë 5 dëshmitarë aty, të cilët e kanë pa aktin dhe policia e ka marrë 1 dëshmitar. Ose kanë qenë 10 njerëz të cilët kanë ditë për konfliktin të cilën familja e ka pas dhe policia nuk e ka marrë asnjërin si dëshmitar, mirë po e ka qenë rastin vetëm me fjalët e grusë dhe të burrit dhe në rasti kur shkon pro dhe kontra, kur shkojnë vetëm 2 vetë gjykat, atëherë nuk ka rrethana të cilat e përmbushin veprën, ose ka pas pajisje të cilat dyshohet që kanë mbledh prova për rastin, mirë po nuk janë çuar në ekzaminim, nuk është investuar në to. Ajo që duhet me tregu jetën këtë element është që në vendet evropiane hetimi i dhunës familje është çështje shumë serioze edhe investohet shumë parë për me gjetë shkaktarin. Për shkak se në momentin kur zgjetet shkaktari, trajtohet problemi. Na nuk po themi që zgjidhja. Po shkaktarin aty dihet në dhunë familje është njëri partner. Jo, duhet me kuptu fjalën të shkaktarit. Shumë me kuptu nuancën, domethënë me kuptu motivin. Me kuptu a ka qenë motivi kjo natyrë, apo kjo shkaktar, apo kjo ideologji, apo çka ka shty deri te dhuna. Edhe realisht me faktu 100% qëllimi për me shkaktu dhunë. Për këtë arsye investohet shumë, për këtë arsye. Veç me ditë, që ta njerëz që futën në burg, a kanë trajtim psikologjik në burg? A janë të pas trajtim psikologjik? Ekzistojnë disa trajtime, mirë po çka na po flasim është trajtimi i obligueshëm psikologjik. Kur ti nuk e ki fakultative me shku te psikologu, por gjyqtari ta obligon. Në burg se ka fakultative, e ka shërbimin e psikologut e ka në disa prej burgje. Ka nëse e lëpi përposën. Po, normalisht. Kjo është çka po. Trajtimi pak po don me fol Saranda, mandej lab. Po, trajtimi psikologjik i detyrueshëm bëhet atëherë kur gjykata e shqipton dënimin plotësues, dënimin kryesor dhe dënimin plotësues. Në rast se personi nuk e përfill dënimin për me shku qoftë në trajtim detyrueshëm, atëherë i nënshtrohet trajtimit
të obligueshme. Përvojën tënde. Në praktikë, Sa shpesh gjykatësi i dhunës familje e detyron palën me shku në trajnim detyrueshëm psikologjik. As duhet me qenë kjo të krejt ata që e kanë që dorën, migron me shku të psikologu. Unë mendoj, si avokate në praktik, do të thotë ballafaqohen për çdo det me rastet freskëta. Varësisht prej rastet, natyre, sepse është obligim i prokurorit, i policisë, sidomos i prokurorit, ai i cili e kompleton akuzën, që të gjejë motivin e kryerjes të veprës penale, sepse pa motiv, pa e gjetë motivin e veprës penale realisht, edhe nuk mundesh me ngritë po folin për akuzën. motiv, po a është, në fund unë kisha me këshyr këtë tjetër këtë punë. A o me rëndësi pse e ka reja? Me rëndësi është që e ka re. Me rëndësi është që e ka re. A e ka re për tradhti? A e ka re pse pe dën hiso me rëndësi? Qysh do që tjetë? E ka re grunë. Qysh do që tjetë? Në rast se e ka rej për tradhti, duhet mja gjetë motivin kush po i thot që e ka bo tradhti edhe mja nalë qëtë motiv me trajtu. Sepse njerëzit Kon me trajtu. me trajtu Si do që personin. tjetë tradhti Në cilin do rast, dhuna që ka përdor duhet mu trajtu. Unë e veç po pës pse nuk është, a e ki pa që jo praktik, që krejt prokurort, a ka praktik që gjithë kush me detyru personin që ka qu dorë mbi grun me shku të psikolog. Jo. Nuk ka, sepse ajo parashikohet të dikun je normal, nëse ki re grun, mund është me qenë normal. Nuk ka programe, mungojnë edhe programe të rehabilituese, do të thotë, që aty është qëllimi i ligjet. Bebi? Unë kisha shtu edhe pak ma shumë diçka, se jemi ardhë këtu me folje dhe kisha sqaru situatën, isha ndërlidh tek monitorimi elektronik i rasteve dhunës në familje. Monitorimi elektronik i rasteve dhunës në familje bëhet në procedurë civile dhe bëhet me vendim gjyqësor. Dhe varësisht prej rrezikshmërisë së rastit, jo në gjitha rastet, kur kryesi parashikohet se dhuna ka qenë agresive dhe kryesi ka tregu simptoma se nuk ka qenë i bindshëm apo thjesht nuk ka tregu se respekton vendimin gjyqësor, në ato raste gjykata vendos monitorusin elektronik, ku i vendos gjitha parametrat të cilat janë të specifikuara me ligj dhe monitorusi elektronik njëjtën kohë përcjellet edhe nga ana e policisë. Me dashje, pa dashje, në rast se thehet urdhri mbrojtës, atëherë me njëherë kontaktohet spari viktima, se spari do të mu izolu viktima për me qenë e sigurt, sepse në një procedur viktima është prova e gjallë dhe prova kryesore në çdo procedur, qoftë civile apo penale. Praktika ka tregu që jo gjitha rastet cilat kanë qenë të raportuara edhe ma herët kanë përfundu me fatalitet. Praktika ka tregu që një kryes i dhunës edhe pse e ka vujt dënimin, nuk është vedisu dhe është raportu prap, dhe prap është liru në procedur të rregullt. Ka pas raste kur neve kemi qenë me viktimën e kemi raportu rastin edhe kemi tregu që ai ka qenë kryes i dhunës edhe ka qenë edhe në të kaluar në burg për dhunë familje dhe është intervistu, është liru në procedur të rregullt. Nuk po them se nuk ka pas progres në trajtimin e rasteve nga institucione. A jeni anku që atë rast për shembull? Po jemi anku në ato raste, po thjesht rasti prej prokurorisë dhe prej policisë vlerësohet mbi bazën e provave konkrete. Ti po thu që mirë kanë bëa? Nuk ka bo mirë, po sipas policisë në rastin konkret nuk ka pas elemente që kryesi me çu në paraburgen. Lidhur me këta? Po. Shumë shkurt e kam falë. Sa i përket programe rehabilituese, është shumë e rëndësishme ky element, do të me përmend që asnjë prej këtyre nuk janë të obligueshme gjatë kohës së qëndrimit në vujtje të dënimit në shërbim korrektues. Pra dhe kjo është një mangësi cilën e kemi evidentuar, jo vetëm të trajtimi, pse janë të obligueshme? Sepse nuk mundesh me cenu sipas konvenitave ndërkombëtare për mbrojtje të drejtave të njerëzit, asnjë prej programe rehabilituese nuk janë obligative. Tash, pyetja, çysh mund na mi josh, ne duhet me pas incentiva. Na i kem edhe kodin penal që i mundëson disa masa. Veç ta qarojmë, që të që për lypi one nuk mundet me u bo. Me u obligu njeri me pas tretman psikologjik nuk mundet. Jo, nuk mund me obligu gjatë qëndrimit në vujtje të dënimit, përveç nëse ka pas si mas të shqiptuar nga gjykata. Në të kundërtën, gjatë qëndrimit... Mirë dhe më thonë përveç nëse nuk ka pas si mas, për gjykata si mundet me qitë si mas, obligativ. Në gjitha rastet, jo, aty jo, në gjitha, vetëm në raste ku pra blave dhe unë po sfidoj që... Ka me rëndësi.
Do me thonë, nëse ti mund është me që njëri që i kire grunë, po normal je. Tash po e banalizoj pak. Je normal, e kire grunë, s'ki nevoj me shku të psikologë. Absolutisht, shkencërisht i bie. Shkencërisht, je normal nëse e kire grunë. Shkon vujtje dënimet dhe nuk e ki të detyrueshme ndjekjen e asnjë programi të vetëm. Qoftë trajtimi psikologjik, qoftë trajtime tjera. Dhe kjo vlen për gjithë kryesit, jo vetëm për kryesit. Dhe në raste tepër të ralla, shqiptojnë trajtime të detyrueshme, qoftë psikologjike apo në institutin e shëndetjet mendor. Sepse mos flasim, kemi raste, duhet pa tjetër, realisht, ajo që ofron shtete, për shembull kë institucioni i forenzikës, ku duhet pa tjetër me qenë kryesi një veprës trondë penale për me trajtu në forenzik. Sepse tash mos harrojmë që dhuna në familje është rritë edhe si rezultati përdorimit të substancave narkotike, ku mund me thonë, dikon nashta nuk po përmeni përqindje, po rastet të shumëta të dhunës në familje, kove të fundit, sidomos të periudat të moshat të reja, të rastev kur qiftet raportojnë, vinë si rezultati që regullimit personalitetit që njëri prej bashkëshortëve, e në raste ma të zakonshme, bashkëshortët kanë arritën që diagnozë si rezultati përdorimit substanca psikotrope dhe që regullimi personalitetit qoftë nga institucionet, qoftë nga policia, qoftë nga gjykata do të merret me seriozitet më të lartë. Sepse në raste tepër të ralla shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm. Sepse ka njerë për trajtojmë rastet që kurse gjitha rastet janë njëjtë, nuk janë njëjtë. Për këtë rast nuk kena shumë elemente dhe po flasëm pak në qiell me amendsem. Mas pare, në secilin rast që merret ushtruesi i dhunës bëhet vlerësimi i rrezikut. Në momentin që bëhet vlerësimi i rrezikut nga policia e Kosovës, një ndër pyetjet, se janë disa pyetje, një ndër pyetjet pyetet a ke armë. Edhe bastisët të shtëpia e të dyshuarit. Në këtë rast, përveç që i ka marrë 48 orë mbajtje, 30 ditë para burgim, është dënuar edhe me 5 muaj ditë tjera, domosdoshmërisht policia duhet me bastisë shtëpinë dhe me pasa ka armë. A i di më bastisë shtëpia? Jo, tash nuk pedim, po me siguri që është bastisë, për shkak mirë përkuar deri te arma. Në qoftë se nuk është bastisë, është shkelje procedurave dhe standardeve. Mirë po nuk ka. Unë nuk gjatë praktikës tem që 20 vjetë që mjena me këtë punë, se cili rast, e cili shkon në trajtim, për shkak që ka qenë ushtruesi i dhunës në familje, brenda burgut janë programet, rehabilituese, resocializuese dhe reintegruese që merren në kuadër të dhe ata kur shkojnë burg. Minuti po thotë janë vullnetare. Jo. Po janë një faktor me fitu lidimin me kosht apo diçka patjetër. Sepse të gjitha ata, të cilët dalin prej burgut që kanë qenë për vujtje të dënimit, sepse problemi është me marrë dënim për dhunë familje, dim që janë dënime shumë të vogla, vend që me qenë ato që e meritojnë, ata aty kanë programe, kanë masa mrena, sepse njerëzit janë të trajnu mrena institucioneve të burgut, se ata nuk kanë me shkuatje veç me marrë me bujqësi, ose tjera, po ata i kanë orarin, agjendën e ngjeshën, dhe detyrohen, pas atyron detyrohen të paraqiten tek shërbimi sprovus edhe tek qendra për punë sociale. Mirë po mu, po tash po është një fakt tjetër, se këtu kanë me dalë gjithë shka që kanë hiç spedim këtë moment, për shkak se ka qenë rasti i ushtrimit të dhunës familje, a ka qenë gruaja, e nda me pikë këti burrët apo jo, sepse edhe me ushtru dhunë familje, edhe me prit tash me dalë burrë pej burgut, edhe me bashketu prap me to, a ka qenë ndoshta gruaja ka qenë tek vëllezërit, tek familja vet, dhe ky u shku në mënyrë dëshme me marr, edhe ka ndodhur ky incident. Sepse na se dim asnjë rrethon. Ka vrarë anëtarët e familjes bebe. Po, sepse ndoshta ky ka shku dhon, shumë ka thonë unë e marr gruan tëm, s'është gruaja. Me ata vëllezërit tash ai kanë thonë jo, edhe ka mujt me ndodh aty konflikti. Por kjo është hamendsim. Na pe shohim që këtu nuk e kena pas një trajtim të këtij personit. Prandaj, është një shkputje zinxhirit mes që zhvillon politika Ministria e Drejtësisë edhe çka zbaton qendra për punë sociale, çka zbatojnë strehimoret. Dhe është shumë lehtë me marrë ligjet mira me zbatu, mirë po mos me ju dhënë qendrave për punë sociale, strehimoreve për viktimat e dhunës, me hap edhe qendrat të cilat i reintegrojnë, risocializojnë në ushtrues të dhunës, sepse unë thash është një organizatë set e ka emrin në Kosovë, e cila merret kënse me trajtimin e këtyre rasteve, mirë po kjo është një qendër në Prishtinë. Ne kemi nevojë në të gjitha qendrat e Kosovës, s'po ose qendra regionale, ta kemi dikon një program të tillë ku mund të trajtohen këto raste. Okej. Faleminderit. Unë po du me dalë te jo vetëm siguria e grave, po edhe e fëmijëve. Pjesë shumë e rëndësishme e sigurisë publike, që është përgjegjësia e komunave, është siguria në shkolla. Në të gjitha debatet të cilat kemi fol gjatë kësaj fushate zgjedhore,
kemi pa që janë rritë rastet e kandidatëve në shumicën e rasteve që kanë folë vetëm për mësimin gjëditor, por nuk kanë ofru zgjidhje për problemet e sigurisë në shkolla, ose kur kanë folë për investimin në shkolla, nuk o folë për investim dhe reformë në sigurinë e shkollave. E pse nuk është prioriteti qeverisjes lokale siguria në shkolla, çështje që po ngritet çdo ditë në për prinderve në kallëzopikon për raportimeve që po i kanë. Krishnik, pse duhet niveli lokal me u brengos për sigurinë shkolla, nëse ata do të thëshin është ta Ministria e Arsimit duhet me u marrë me këtë punë? Sepse ligji i bën e para pronar të shkollave dhe e dyta përgjegjës për shkollat, pra nuk është Ministria e Arsimit pronare e shkollave, po janë komunat dhe përgjegjësinë për çdo gjë që ndodh në shkollë nuk e merr Ministria e Arsimit, po e merr Drejtoria e Arsimit në komunat ku shkollat janë të vendosura. Dhe ajo që neve na del prej analizave që i kemi bërë është që shkollat në Kosovë janë me plot gojën të pasigurta. Janë të pasigurta dhe në aspektin e asaj që ka e kërkon baza e parë ligjore, e cila është siguria ndaj zjarrit dhe siguria ndaj emergjencave, pra shkollat në Kosovë nuk kanë të trajtuar dhe nuk kanë njerëz përgjegjës të cilët janë të siguruar. Do të thonë, shumë mirë, na lë që se unë shumica prej nesh kur e folim për sigurinë shkolla menojnë armët, thikat, dije të folë që me qenë pasigurt edhe ndërtesa. Standartin bazik, pra ti nuk mundesh me qelë një market në Prishtinë, ku hynë 3 njerëz, pa e pas certifikatën e sigurisë ndaj zjarrit dhe pa e pas një person të trajnuar i cili din çush me fik zjarrin, sepse është hapësirë publike. Shkolla mundesh me tjetër, ti mundesh me qelë shkollë me 2000 njerëz, me 2000 nxënës dhe ti mos me pas personin përgjegjës për sigurinë ndaj zjarrit, ti mos me pas personin përgjegjës për siguri të krejt objektit, ti mos me pas planin e reagimit emergjent të shkollës dhe mos me pas shajat e vendosura për ka duhet me dalë nxënësit për në rast të kemi të evakuime dhe elemente tjera. Kjo është niveli bazik, të cilën na nuk e kemi pa dhe nuk po mujmë me gjetë në asnjë komunë të implementuar. Kjo është obligimi fillestar të cilën duhet me nisë me bë kryetarët e komunave në ditën e parë kur të shkojnë, pra mi vendos, mi certifiku, me trajnu njerëzit përgjegjës për sigurinë të shkolla në rastet e këtyre elementeve. Pastaj vjen e dyta, përgjegjësia për sigurinë fizike të shkollës. Mirë, nalu njerë vetëm të siguria nga zjarri edhe i ndërtesës. Vebi do është me thonë diçka, mandaj folim. Tu do të përfshin edhe termetet, sepse asnjëherë nuk është reaguar dhe ne kemi menduar edhe para disa viteve edhe në komunë Prishtinës që të bëhet një protokoll të intervenimit. Ne të gjithë kemi dalë jashtë vendit, kemi pasur si ushtrojnë, si reagojnë. Ndoshta edhe një konferencë. Menduar pse se keni bë? Ka filluar një dorasak, mirë po ka mungesë të hartuzëve politikave dhe përkraje të kryetarëve të komunave dhe të vetë ministrisë, sepse kur ne e bim një praktikë mirë prej vendeve të ndryshme, ne të gjithë udhtojmë jashtë vendit dhe kur shkon një konferencë, tregon fillimisht ku toaleti, ku kjo, po do thot në rast emergjencës, këtu është shkon të emergjentë, këne kemi evoku, këte kemi ndalë edhe të shkon në çet vend se çatje ki sigurinë më të madhe. Të ne mungon kjo në shkolla. Mirë po, kjo është një temë e cila ende po më duket është ka gjë tabu në shkollat tona, se është problem përdorimi thikave, përdorimi armëve, përdorimi drogës, ngacmimet seksuale, dhunimet, stazania nëpër shkolla. Pra na sot të gjithë si prind e kemi një shqetësim shumë të madh kur e dërgojmë në fëmijën në shkollë edhe marrim telefonin afër, vazhdimisht mos po na thirr dikush prej personelit të shkollës se çka i ka ndodhur fëmijët tanë. A ka në ngacmim, a ka në rraje që ka ndodhë. Këto janë duke ndodhë me të madhe në gjitha shkollat e Prishtinës, pra të miturit, qoftë ata në moshën e përgjegjësisë penale, në moshën 14 vjeçare, qoftë ata edhe në përgjegjësi penale, në vazhdimsi ka raste dhe ato me mira raste, të cilat nuk trajtohen, as nga personeli i shkollës, po as nga familja. Sot ne kemi nevojë për shkollat tona të bëjmë edhe detektor në hyrje të shkollës, si një formë e krijimit të sigurisë, sepse në një bastisë të një klase ka ndodhur prej 40 nxënësave nxjerr 20 thika në një klase. Ato thika i marrë mu përdor. Pastaj telefonat përdoren në vazhdimsi, krijohen grupe të ndryshme, krijohen banda të ndryshme. Është policia komunitetet e cila ka përgjegjësi të sillet rreth shkollave të bëj sigurinë në rroba civile. Mirë po shumica e tyre tash e 3 viteve për shkak të gjendjes në Mitrovistë, Veriut, janë marrë policia edhe janë vendosur atje dhe shkollat kanë mjet pa siguri.
Do të thonë policia, komiteti... Po, veç policia se ka detyrën me hinë shkollë. Jo në shkollë, rreth shkollës, sepse banda Po, rreth tjetër, me të kontrollu, nuk e kontrollon. Jo, brenda shkollës është personeli shkollor që do të kujdeset. E po çka me bu policia jashtë shkollës? Qysh me pa që ka thika? Jo, policia jashtë shkollës do të më siguru lokalet të cilat shesin, sepse sot mundesh me bledh thikë, me porosi, online edhe lokalet të cilat shitet droga edhe thikat rreth shkollës. Policia do të bashkëpunoj me Ministrinë e Industrisë, atje dhe me Inspektoratin Komunal që ato objekte do të largohen në perimetrin e caktuar afër shkollave. Nëse si afër shkollës e shet thika, kush don me gjetë thikë e gjen edhe larg shkollës. Po nëse tash që policia ka për detyrë me u lumtu këto raste, sepse s'ka kush tjetër, policia duhet edhe të njeh rrjetet sociale, edhe shqiptore, sepse është punë e tyre. Arsimtarët nuk mundin të shkojnë në shkollë. Është natyrë shumë komplekse kjo, se jo çdo fëmijë e merr një thikën shpejt. Do të thotë edhe papërgjegjësia prindore mendoj se nuk mundën 20 veta me marrë një për rastin konkret, sepse nuk pas kam informata që një bastisje me një klasje në gjetë 100 thika. Jo çdo fëmijë mundet me marrë thikën edhe me shku në shkollë. Unë mendoj se kjo është natyrë shumë komplekse. Me një shkollë mendoj që kjo në gjetë 20, jo me një klasë, me një shkollë. Krishnik, je shumë e proklamon e avokon mos involvimin e policisë vazhdimisht në qëto punën e trajtimit të sigurisë shkolla. Nuk është problem policor, për shkak se policia ka mbi 14 vjetë kompetenca, policia ka rendin publik, sigurim publike, po ajo çka na jemi të hu që është që në organogramin e shkollës nuk ka një person përgjegjës për sigurimin, një person të cilën e bojmë llogaridhënës pse nxënësi ka dalë prej orës, pse nxënësi ka shkuar në tualet dhe ka nejt më gjatë se sa që ishte dashur, pse brenda shkollës ka ndodhur. A ka dalë, ata menojnë që punëtorit teknik apo kuriri e ka çat përgjegjësi. Tash kjo është mendu, mirë po. Punëtori teknik momentalisht është punëtor teknik me ndreq drita dhe është për me pastru. Nuk e ka kompetencën me u marrë me nxënësit në këtë aspekt. Pra, na i kemi lanë shkollat tona, 1000 diçka shkolla në këtë vendin, pa një person i cili quhet personi përgjegjës për sigurinë. Pa personi në disa raste njihet si polici i shkollës, por na nuk do ta qunim për polici i shkollës, kemi me quajt kujdestari i korridorit ose kujdestari i mbarvajtjes mësimit, personat e cilët duhet të ishin të pajisur me kompetencë e para me i trajtu konfliktet, me identifiku konfliktet, pastaj edhe me ndërtu mekanizmin e trajtimit tutje të këtyre. A është me ligj ky obligim Krishnik njëherë personi për siguri? Ligji të obligon në momentin kur i ke marrë nxënësat në përgjithësi me u kujdes edhe për sigurinë e tyre. Ajo që na po konstatojmë është që në shkollat tona nuk ka përgjegjës të tillë të emërum, është lënë përgjegjësia të drejtorit. Po du pak me përgjegjësinë me zvoglu. A është përgjegjësia e drejtorit shkollës me emër? Jo, sepse përgjegjësia e drejtorit shkollës është menaxhimi i krejt shkollës, dhe ai duhet mi pas mekanizmat e vet, të cilët janë përgjegjës për hapësirat caktuara. Kujdestari i sigurisë është personi i cili rrin tënkohen në ambientet e shkollës, rrin korridore. Këto duhet me ul drejtoritë e arsimit dhe personelin i cili është brenda shkollës, me nis me ridestinu. Pra, në rast se kemi një, po e themi, korir të mirë i cili ka kompetencë për me marrë këtë detyrë, me dërgu në trajnime, me pajis me një uri dhe pastaj ai me nis me implementu. Mi marrë licencat për trajtimin e zjarrit, licencat tjera? Absolutisht. Domethënë nuk ish dashur me qenë shkolla e hapur. Veç pak, neve si media na ka obligu inspektorati punës me trajnu një njeri për mena kur na ka inspektu. 3 njerëz. 3 njerëz. Në një staf mbi 50 du 3 njerëz me qenë. Si kemi 1.000 njerëz në organizatë, ata i kanë ka 1.000 e se kanë 1. Qysh është? To e thashun, na i kemi shkollat pas një person të certifikuar për dhënien e ndihmës të parë. Pra, me me ndodh një diçka në nxënësi, nuk është kërkush i certifikuar me certifikat për me dhënë ndihmën e parë dhe duhet me prit ambulancën. Ose do dikush i cili nuk e din profesionalisht me krye atë punë me dhënë ndihmën e parë. Dhe kjo është problemi i parë bazik në sigurinë e shkollave tona. Pra na duhet me imponu rregulla që këto standarde me implementu në mënyrë të shpejtë. Sepse kjo çapo e them nuk është shkencë raketore. Këtu nuk kupton mi marr, po nëse janë 1100 shkollat Kosovës. Me tin kallza, e keni njëri si redaktor trajnuar për ndihmë parë? Kej 3 njerëz i kemi të trajnuar për ndihmë parë, kemi njerëz të trajnuar për sigurinë e zjarrit, nuk po flas të trajnuar me certifikat, sepse është e obligueshme dhe bëjmë teste të sigurisë, po duhet me këta persona me mbikëqyr zonën dhe këta persona në raste të caktuara edhe me eduku stafin për çysh kalohet në daljet emergjente. Përpas që ti duhesh me marr personin e trajnuar, ti duhesh me marr trajnim për shembull një herë në vit,
krejt stafit mi tregu ka janë daljet emergjente. Në rastet të caktume kur ka mas, për shembull në shkolla, bëhet testimi emergjent. Pra bjen alarmi, nxënësit dalin ka dalje, grumbullohen në pikën e veçantë dhe kthehen pastaj prapë në mësim. Kjo nuk ndodh në shkollat e Kosovës për vite me radhë. Dhe kjo tash ka më na kalu neve në rast se na ndodhi diçka e papritur, me na kalu në panik kolektive dhe pastaj me pas njerëz të cilët mundën dhe mu lëndu këto situata. Ka pas gaz lotësjellës në shkollës, ka pas disa panika, disa herë që e kanë testuar fëmija, edhe nuk kanë ditë si me reagu të tjerët. Absolutisht, është nivel që ti kur ti dëgjon njerëz të fol, kandidat për kryetar të komunave, ata flasin, fokusin e kanë të qenë të ndacak. Mirë po, këto situata për cilat ne jemi të folë, dhuna në shkolla, numri nxënësve të bullizum, numri nxënësve të lëndum gjatë procesit mësimor, numri nxënësve të sulmum është u rrit. Dhe kjo do një çështje shumë serioze, e para në aspektin e rritjes kapaciteteve, kontrollit cilësisë të atyre kapaciteteve, po dhe të investimeve pastaj të cilat duhet më zhvilluar. Labinat, a muj me të vetë veç a duhet niveli qëndror me dhonaj urdhën për me u bo kja, sepse nuk është një komun e cila nuk miret me këtë punë. Krejt komunat nuk e menojnë që është përgjësie tëne. A mundet me qenë naj qasje prej majës e të poshtë ku nivelet qëndrore, inspektorati punës, nështë Ministria e punëve të brendshme, Ministria e drejtësisë, e kërkojnë këtë prej komunave dhe shkollave. Çka do të me pas parasysh, si pas regullimit kushtetues vendit tonë, komunat janë shtet brenda shtetit. Niveli imponimit të politikave nga niveli qëndror kundrejt nivelit lokal është tejet i limitum, edhe nuk e propozon, po fryma nuk është qashtë. Si ndërhyn niveli shtetëror, konsideroj jo vetëm në dukurin konkrete, po gjithsesi që ndërlidhet, ta është më i marrë shembull. Qysh po na ndërhyn neve inspektorati i punës si media, sepse rregullat e punës duhet me zbatu me pas staf me licencë, e s'pi ndërhyn shkollës. Niveli qendror ka ndërhyrje fragmentare. Shembull tash. Po e përmendem dukurinë e dhunës në shkolla. Na i kemi edhe një dukuri tjetër, e cila ka qenë, kemi pasur edhe rast konkret ku është identifiku një i mitur në nxënës i shkollës fillore, i cili ka planifiku një sulm terrorist në një nga komunat e Kosovës. Kush na jep, cili është dokumenti që na i kena që mëj me pas një lloj adrese apo orientime për nivelin lokal, konsideroj që shembull strategjia për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit dëmshëm dhe terrorizmit, në veçanti në segmentin e parandalimit i ka disa kërkesa dhe shtrëni rrugë ka gjatë mirë për nivelin lokal, këshillin e prindve si mekanizëm, o përmend policimin komunitet si një koncept ka gjë inovativ dhe i cili me gjithë se na po thojmë që ka kufizime logistike për shkak thjesht të numrit të policëve, po i cili mundet me i nuhat këto gjithmonë në rrethinën e shkollës, pa pas një ndërhyrje policore sepse kemi të bëjmë me persona të cilët nuk i nënshtrohen përgjegjësisë penale. Pra, nëpërmjet dokumenteve strategjike, ku planet e veprimit tyne dizajnojnë veprime ndërhyrje konkrete, kjo konsideroj që është një rrugë që gjithsesi mbetet prap në nivel diskrecional të kryetarëve të komunave, sepse edhe nëse nuk i zbatojnë këto obligime që derivojnë prej strategjive, prap nuk mënesh me i thirrë në përgjithësi. Thjesht ka me met një farë vlerësimi apo gjykimi politik ndaj këtyre kryetarëve, pa pas ndaj mirë veç element që këtu do të mu thonë shumë qartë. Më që me të pyet, as mundet niveli qendror jo me qenë veç ai që lyp prej shkollës me caktu diken me pas me licencë, po në Ministri të Financave mu bo vendi për një punëtor që punëson çdo shkollë për çështjet sigurisë. Do me thonë, çka jam tu thonë këtu qartë dhe shkurt. Nuk ish dasht me mujt me hap shkollë pa i pas qëto kritere minimale. Pro standardet e cilën shteti, qeveria e Kosovës duhet me implementu, është që para se me hynë nxënësit. Po veçlavi, nuk kam frymën e shtetit tonë mi u përzi shteti komunës. Në momentin që vetë komuna para se me hap me i bë këto kontrolle. Standardet e sigurisë ndaj zjarrit, standardet e evakuimit emergjent, këto janë gjithë shtetënore. Dhe nuk guxon mu grumbullu një tur ma shumë se 2 njerëz në objekte ku nuk janë këto standarde. Kjo është pikë, kjo është standard ligjor. Dhe nuk mundet në veçanë në vullnetin e kryetarit komunës, inspektoriati i punës duhet me shku me mshel shkollën. Thjesht për shkak të mos zbatimit të këtij kriteri. Dhe deri kur komuna t'i gjen parët,
Ka dalë. A bon inspektorati me anis me spitale, me ministri, e ma ne me kallëzu të komuna. Tash që kjo është problemi se inspektoriati nuk e ka, kisha me thoni, vendim politik, i cili i thot, okej, prej sodit, nesmi inspektu shkollat. Dhe në afat emergjent, në 1000 shkolla, qëj, i ki 100 inspektor, qëj 10 shkolla në ditë. Ky vendim politik rëshni ka me ardhë kur të bëhet na i zjarë, kur të bëhet na i halakam. Kjo është problemi. Na kemi pas tragedin në rajon që kanë kushtu me 10 jetë njerëzve, për shkak të mungesës së standardeve të sigurisë. Dhe për këtë arsye na po ngrisim alarmin dhe po kallëzojmë qytetarëve të Kosovës. I kemi dëgju 110 kandidatë që kanë qenë qytu në qëtë studia. Kërkush nuk e ka përmen këtë problem shumë të madh. As këto, as problemin në qendrave për punë sociale, as sigurim publike. Pra jënë marrë me kanalizem, jënë marrë me kubza, jënë marrë me do fushat të gjelbërta të futbolit, por nuk jënë marrë me ato që neve në shqetëson. Nëse ata na thojnë neve s'na keni vetë. Po ta është një element shumë i rëndësishëm mjetë që du të me kuptu. Ne ju kemi thonë 2 minutat e parë, ofroni çka është platforma juaj politike. Dhe asnjë nuk e ka përmend sigurin publike në këtë raport. Edhe reformën arsimit. Njëri prej shqetësimeve kryesore të qytetarëve të Kosovës nuk është ku po i derdhet kanalizimi, po është ku po i rrin fëmijët edhe sa i ka të sigurt fëmijë. Dhe në këtë kaos që cilën po e përmenim, ku kërkon nuk e ki, me thonë, që do është pika e hajrit dhe po zbatohet 100%, atëherë na do të më ukthyer dhe me zhvillu debatin në këtë drejtim dhe mi konstatu probleme. Te pjesa e licencimit të institucioneve, kjo është një debat që kemi bërë qysh moti. Një klinikë private, çfarë do nuk mund të hapet o të funksionoj pa licencë, ose një kopsht i fëmijëve, ose një organizatë jo qeveritare që ofron shërbime sociale të cilës do natyrë. Pra është një inspektoriat i komunës, i ministrisë, i cili vjen edhe strikt e këshyr secilën rregull se ai ke plotësuar të gjitha standardet për të licencuar. Mirë, po ne sot e kem qendrat e mikësisë familjare, ne kemi shkollat, po ideja ato, qendrat për punë sociale e kem 38 komuna të palicencuara. Derisa secila organizatë jo qeveritare kërkohet jetë e licencuar me rregulla strikte, relicencim çdo 3 vjet për mbushje kritereve, standardeve, hapësirave, të gjitha qendrat për punë sociale në nivel të Kosovës sot janë të palicencuara. Dhe ki qendër për punë sociale kemi pa dhe raportin e juve para një javë a 2 që u publiku, që për me hyrë në qendër për punë sociale do të me marrë mbrellën çfarë shi, sepse nuk mundesh me kalu prej shiut, me hyrë mbrana, rrezikohet jeta e punëtorëve, nuk ka hapësira, nuk ka kushte, ka myk, ka pajisje, kur gjë nuk plotson prej standardeve dhe funksionon. Pra kena ligje të dy feshta. Për sektorin privat duhet rregulla strikte, kurse për sektorin publik mund me funksionu ç'është dojnë. E tash, po du mendimin e juaj për shkakun e tretë që i kemi identifikuar që është shkas i problemeve sigurisë, janë problemet pronësore. Kosova i ka mbi 350.000 ndërtime pa leje, të cilat në vazhdimsi po krijojnë probleme dhe konflikte. Gratë nuk mujnë me regjistru pronat, ndërsa pronart faktik nuk mujnë me i shit për me i vendos në hipoteka, nuk mund është me hin kredi, me zhvillu ekonomin. Prej mbi 100 kandidatëve që i kemi pas që një muj këtu në fushat zgjedhore, as njëri nuk ka mri me na siguru që ka me mujt me zgjidh problemin gjatë mandatit 4 vjeçar që ka me ndrejsh problemet pronësore në komunën e vetë. Apo i bjen kjo, që na hymë me një proces i cili prap në 4 vit që në ashëm nuk ka me garantu siguri apo me hek shkakun e konfliktit, po me e garantu që problemi kontesti pronësor ka me vazhdu me qenë shkas i konflikteve. Saran, me anis me ty, apo e sheqë që kjo po ka mundësi që 1% e gjithë këtyre probleme pronësore mundet po kalon dhunë? Nuk isha thonë ashtu, sepse në praktik tash jemi pak më mirë se që kemi qenë më herët, sepse po jemi shoqëri që nuk jemi kujdes shumë për letra dhe po thuaj se çdo 2 qytetar nuk e ka pas pronën të identifikuar apo të regjistruar në emër të tij. E tash do i soti tash jemi më mirë sepse është aprovu që edhe përmes institutit të ndërmjetësimit në raste kur palët nuk kanë konflikte, po thjesht nuk i kanë dokumentacionet të rregulluara siç kërkohet për me u regjistru në pronë, atëherë ju ka dhënë mundësia që jashtë rrugëve gjyqësore përmes ndërmjetësuesve privat me i plotësu disa kërkesa jo pa dokumenta, sepse mendoj se kjo arsyeja pse nuk regjistrojnë pronat në procedura shumë të lehta, është
për shkak që edhe keqpërdoret prej disave, mirë po a punohet me standarde të dyfishta, po. Rastet që kanë konflikt, në raste kur inicohet vërtetimi pronësisë në prona, përmes gjykatës, atëherë duhet me llogarit pala që minimumi i ka 10 vjet procedurë gjyqësore. Pse? Sepse dhe në gjykat nuk ekziston edhe një vizion i qartë në gjykat. Ndahen land, nuk caktohen me vite të tëra, me arsyetimin se nuk mund të caktohet një land e re, pa u zgjidhur një land e 2010-ës, 2006-ës, sepse kthehen në disa herë në rigjykim. Pse nuk ka nevojë kur vonesat vazhdojnë njëjtë. Sepse disa palë kanë bërë zgjidhje në raste kur thjesht ju ka mungu kur i kalon 20 vjet shqiqare pa bërë zgjidhje. Kanë bërë zgjidhje përmes ndërmjetësuesve privat, sepse për ndryshe akoma i kishin pas prona të regjistruara në emër të persona gjyshrav apo personave që i kanë blenë të kaluarën. Mirë po, me këtë problem, gjykata është shumë larg zgjidhjes së problemet. E mban landën 5 vjet një gjyqtar dhe ai thjesht avancohet apo del në një departament tjetër dhe landa duhet hynë prej zeros. E këtu gjykata duhet të bëjë një vizion të qartë se sa guxon një land të rritë një gjyqtar pa u prekur fare. Nuk është problem i qytetarit pse gjyqtari avancohet apo transferohet në një departament tjetër. Dhe sepse ne si avokat nëse shkojmë të një gjyqtar pa e përmendur rastin e pronave, edhe pse janë raste shumë të rëndësishme, edhe tek besimi i fëmijët, që është rast që duhet të zgjidhet me urgjencë, zgjahet me vite të tëra, pse se është ndru gjyqtari. A është problemi qytetarit ai? Nuk është problemi. A menon që kontestet pronësore po rezultojnë si shkas për konflikt? Po, sidomos brenda familjes, kemi raste shumë të dhunës familje ku problemi pronësor. Dhunës familje për shkak. Po, të dhunë sepse në momentin që kemi një rast të dhunës edhe vjen si përpasojë dhe shkurrëzimi, shumë herë burrat nuk e kanë problem besimin e fëmijëve ose alimentacionin ku në pipet. Problemin kryesor e kanë pronën. Se si ta ndojmë pronën me një bashkëshorte, sepse gjithë ajo pronë e krijuar ndër vite, konsideruar që kriju vetëm prej tina nuk i takon gruas tash prona edhe ta largojnë nga prona. Pra problemi më i madh se cili burr kur vjen në institucion fol çysh me apo punës pronës, çysh me shumë me largu veç për pronën se këto të tjerat ja bëjnë një hap. Po është edhe një problem tjetër që shumë prona janë të papërkthyera dhe ka prona që janë në emër të vjerrit ose të gjysh ose të katragjyshit dhe në momentet që një grua krijon në të drejtë pronësore, asgjë nuk figuron në pronësi të bashkëshortit ose ish bashkëshortit dhe nuk ka se si ta ndajë atë pronë. Dhe kjo dobishmërisht rezulton me dhunë. Përjashtu edhe raste tjera ku janë mes vëllezërve ose kushtereve dhe personave tjerë në marrëdhënie fshinësore që kanë probleme të badefinuara pronësore. Kështu pse mendon që komuna duhet me zgjidhë këtë çështje që është Komuna e zhvillon procesin e legalizimit pronës, procesin kryesor në marrëdhëniet pronësore, pra regjistrimin në fillestar në kadastër dhe këtu e kemi pa që komunat e Kosovës kanë dështu e para mi legalizu ndërtimet të cilat kanë ndodhur në kaluamën dhe e dyta po vazhdojnë me dështu në pranimin teknik të objekteve të reja. Pra në Kosovë është u ndërtu tash në 2025 njerëzit janë të hyjnë në banesat e veta dhe banesat nuk janë të pranuar teknikisht dhe nuk janë të legalizuar. Pra ajo çka e kemi pa gjatë krejt zgjedhjeve është që kandidat për kryetar të komunave asnjëri nuk ka pas vizion se çish ka me ndërprer fillimisht me stopu procesin ku njerëzit hyjnë në shtëpia pa pranim teknik. Dhe ka ide shumë kreative të cilat kanë mujt me i vjedh për rajonit, çish është dashur me bosh Shqipnia tash ku nuk e lidh në energji elektrike ose nuk e lidh në ujësjellës pa e pas pranimin teknik. Vetëm ky element i zhvendos si standard në vendin tonë, na kishim pas një stopim të menjëhershëm të problemit dhe kishim pas nisje të regjistrimit të pronave të legalizimeve, mirë po këto nuk e kena dëgjuar në zgjedhjet lokale. Labinat? Po, përmendën disa çështje, po unë konsideroj se për shembull ndërmjetësimi, sado qëllimir që ka qenë, është në një fazë testimi që rrezikon me shkaktu më shumë probleme se sa që ka me zgjidhur, ndërsa sa i përket faktit, qysh janë të ndërlidhura problemet pronësore
me pastaj a shëndrohen konteste civile në konteste penale, unë konsideroj që është një korelacion i drejt për drejt nërmjet personave që kanë konteste civile dhe si rezultat i mos ofrimit të zgjidhjes së tyre në kohë reale prej gjykatave, rastet janë shëndruar në raste penale dhe shpesh edhe me fatalitet. Edhe kjo është diçka që duhet edhe Këshilli Gjyqësor përmes strategjisë për prioritizimin e lëndëve me trajtu, po edhe përmes forcimit mekanizma si ndërmjetësimit që janë ende në një nivel eksperimental dhe ka shumë dyshje nga Agjencia Katastrale, komunat a me i pranu këto marrëveshje për shkak të cilësisë të tyre apo jo. Faleminderit. Ishte ky debati për sigurinë publike që lidhet me përgjegjësitë e nivelit lokal në sigurinë publike. Ne vazhdojmë me qenë këtu me ju edhe nesër mbrëma në ora 7. Vazhdoni me na shkruajt në kallxo.com. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.